sepse tek çështja e ambientit ka sensibilitet shumë të madh dhe tek çështja e ambientit ndodh pikërisht ajo gjëja që bashkohen vëllezërit e agimit të artë që orkestrohen nga ustallar si ata të agimit të artë në emër të Shqipërisë së shqiptarëve me shqiptar, vajza, djemt, reja të rinj, me qasje atë dhe dashurie ndaj natyrës, të cilët ndihen të lënduar. Dhe pikërisht këtë din këto forcat që bëjnë gjëra të tilla. Kjo është një luftë hibride, po nuk ka fare dyshim që kjo luftë do mbarojë dhe që gjithkush do të marrë atë që i takon. Dhe mbi të gjitha që Shqipëria dhe shqiptarët do të marrin të ardhurat që u takojnë për të rritur ekonominë.